janë 3 fe kryesore qiellore. Kur them fe qiellore, kam për qëllim që kanë burimin qiellor. Ajo është feja qifute, feja krishtere dhe feja islame. Kur ta shikojsh, këto 3 feje kanë një origjinë. Feja qifute ka preornën prej Musës a.s., cilët Allah e ka zbrit librin Tevratin që ka shkruajtur vetë me dorën e tij. Feja krishtere ka preornën prej Isës, birit Meriemës, cilët Allah e ka dhënë librin Injil, dhe shpallja e fundit prej Muhamedit a.s., shpallja e cilit ka qenë Kurani. Po mirë është me përmend një transmetim profetik, cili është transmetim i saktë, që Muhamedi a.s. ka treguar që në ditën e ringjalljes Allah i Madhëshëm do t'i gjykoj dhe që futët për kohën që kanë punu prej namazit mëngjesit dhe deri në namazin e drekës. Pra Allah i ka ngarku Benu Israilt me një detyrë madhështore që ta çojnë shpalljen në vend. Porse ata prej namazit mëngjesit kanë punu deri në drekë. Dhe në kohë drekës e kanë lënë punën. Dhe Allah në ditën e ringjalljes nuk do t'ja humb shpërblimin, do t'i shpërblej për këtë kohë. Pastaj pas tyre i ka ngarku për punë krishterët, cilët kanë punu prej kohës drekës deri në ikindi. Dhe në ditën e ringjalljes i shpërblen për këtë punë që ka bërë. Ndërsa muslimanët e marrën punën përsipër dhe punojnë prej ikindis e deri në akşam, deri në fund e çojnë punën. Dhe në ditën e ringjalljes Allah i shpërblen muslimanët dyfish. Dhe me që rast që futet dhe krishterët zemrohen, hidhrohen. Edhe thonë pse këta kanë punu më pak e shpërblehen më shumë. Allah ju thot që futet dhe krishterët, thot aju kom paksu shpërblimin, thot ata thonë jo, thot kjo është mirësia ime, vlera ime, mëshira ime, cilën ja dhuraj kujt të dëshiraj. Pra Allah i Madhëshëm i gjykon me drejtësi që futet dhe krishterët, kurse muslimanët me mirësi ja u shton shpërblimin, se kanë qenë punën deri në fund. Nga këtë transmetim e kuptojmë që kur ta shikojsh, feja që futve dhe krishterëve në origjinë është islam, dhe në esencë ata kanë qenë musliman, se ne themi që islam do thot mjë dërzu Allahut. Musliman do më thonë njerëz që kanë dërzu Allahut. Edhe ata nëse i pyesëm a jeni njerëz që dërzuan e Allahut, ata thonë po. Mirë, po ne besojmë që ata, për shembull, që futet kanë punu deri në kohë drekës, pra kanë qenë në rrugë të drejtë deri në një kohë caktuar, derisa më është korruptu faktisht dietarët e tyre dhe është ndryshu libri i tyre Tevrati, pastaj feja e tyre është shfuqizuar. Dhe pastaj ka hyrë në fuqi libri tjetër i Allahut, Injili. Dhe me të kanë punu deri në ikindi, pa një periudhë më të shkurtër se sa që futet, derisa është korruptuar me rastin kur perandaria romake pranon islamin e Isës dhe përzin pastaj me paganizmin e vet, dhe si rezultat del kjo feja që e njohëm, dhe për shkak të korruptimit, ndryshimit të librit shfuqizohet dhe pastaj hyn në fuqi shpallja e fundit. Dhe kjo shpallje Allah i Madhëshëm ka garantuar që do ta ruaj. Dhe muslimanët do të punojnë prej ikindis deri në akşam. Akşam ja për qëllim derisa do kataklizma, shkatërrohet gjithësia. Prandaj kjo me të vërtetë do t'ja ushtoj gjithëve krenarin dhe gjithëve vullnetin që i takojmë versionit fundit shpalljeve qiellore.